gjykatën kushtetuese e cila nuk e ka gjetur dot forcën për të mos e lejuar rrimarrjen peng të qeverisë së Shqipërisë. Qëndrimin pa vendim të gjykatës kushtetuese për çështjen Balluku, ku 8 gjyqtar nuk arritën të shpreheshin qartë nëse SPAK e GJKK gabuan apo jo duke pezulluar nga detyra zëvendës kryeministren, Edi Rama e sheh si një shenjë dobësie të gjykatës më të lartë në vend. Megjithë paqartësinë që ka ky vendim, pezullimi i Ballukut u rikthye në fuqi automatikisht, prandaj Edi Rama betejën e konsideron të hapur. Do ta vazhdojmë këtë betejë, ku na thiri me pahir çartja antidemokratike e pezullimit i anëtarëve të qeverisë dhe ku fatkeqësisht na mban akoma sot pa fuqia gjykatës kushtetuese për të marrë një vendim sa të thjeshtë. Kështu Shqipëria bëhet për herë të dytë në 2 muaj shembulli i parë i një budallëku botëror. Sepse gjykata kushtetuese u mbyt në lugën e ujit të turbullt të atyre që Cervantesi në librin e tij të famshëm Don Kishoti i Manchës i quan arsyet e mosarsyes. Luftën thotë se do ta vazhdojë jo për Belinda Ballukun, por për precedentin e rrezikshëm që krijon ky vendim. Zhbërja e kësaj shpikeje 100% made in Albania e drejtësisë re dhe e drejtësisë ende të papjekur shqiptare, e cila nuk ka lidhje me rastin e çështjen konkrete, po me një parim të panegociueshëm të demokracisë, mbetet një domosdoshmëri për të rigarantuar pavarësinë e ekzekutivit dhe parlamentit nga pushteti gjyqësor. Vetë presidenti i Republikës mund të pezullohet nga i pari prokuror që gdhihet me këtë ide në kokë. Atyre që pas kësaj goditje pushtetin e tij e shohin më të brishte me themele të krisura, Edi Rama ju përgjigj kështu. Kujdo që ka vënë buzën gas apo ka nxjerrë gjuhën jashtë, kush beson se përpjekja e natyrshme për shtetin ligjor do të prodhojë ndonjëherë kosto për këtë shumicë qeverisëse, të cilat do ta kthejnë në punë mullirin e prishur të opozitave, gabon ditë dhe natë. Lufta për drejtësi, për Shqipërinë europiane në Bashkimin Evropian ka vetëm një garant, mua dhe këtë shumicë qeverisë. Trupa e gjyqtarëve kushtetues nuk arriti në një vendim të qartë as për çështjen Balluku e as për ndonjë precedent të ngjashëm në të ardhmen, nëse një gjykat mund të pezullojë një antar qeverie apo kjo është vetëm kompetencë e kryeministrit, siç pretendon Edi Rama. Votat në kushtetuese u ndan barazim 4-4, duke i ndarë gjyqtarët në 2 grupe, pro Ramës dhe pro GJKK-s. Asnjë pretendim nuk fitoi shumicën, duke bërë që kërkesa e kryeministrit të rrëzojë automatikisht dhe Belinda Ballukut t'i rikthehej në fuqi pezullimi.